Okej. Maj madhi është burimi. Burime kujton herën e parë kur u bëre prind. Si ishte? Kam qenë shumë në një periudhë shumë të vështirë, kore, kam qenë shumë i ngarkuar, ka qenë kohë vështirë, ka qenë vitin 1990, kur edhe Kosova ka kaluar në farë etape, jo të mirë. Gjendja vështirë ekonomike, ato largimet prej punës, gjendja politike e vështirë shumë, i ngarkuar kam qenë. Nuk kemi pas burim të ardhurave përveç një pensionit gjyshit tim. Edhe kemi qenë shumë preokupuar me shumë gjëra, mirë po, prapë se prapë. Të gjitha këto i eliminojmë edhe ardhja në jetë e një fëmijët, si që është vajza, unë e kom marrë vajzën të parën, dhe më thonë, e kom një vajza dhe një djallë, është një përjetimi veçantë. Edhe unë shpesh herë thomë, jem martuar në moshën 23 vjeqare, e thomë, është fatkeqësi që jem martuar 23 vjetë, është dashtë martuar 90 vjetë. Seriosisht? Për zotin. Okej. Vetëm këto e kom pikë në jetën teme, pse nuk jem martuar në moshën 90 vjeqare, po jem martuar 23. Për martesën a lindjen e ki pikë? Për martesën e kom. Martesën. E lindja? Çfarë moshe? Lindja në moshën 23 vjeqare. Me njerë? Po, se me njëherë, po, ka lind pas 9 muje ka lind, po. Ka lind shumë shpejt, dhe më thonë. Edhe është një përjetim shumë i veçantë, normal që çdo njeri e di se është të bësh prind, është përjetimi veçantë. Më kujtohet shkova pas lindjes spital edhe vizitova bashkëshortën, edhe vizitova vajzën. Edhe është një ndjenjë tjetër kur e sheh fëmijën tënd, kur e merr në gry, në dorë edhe e sheh fëmijën, domethënë. Sa fëmijë bëri më thonë? 2 fëmijë kom. 2 fëmijë, pse me të me 2 fëmijë? Ma vonë është kjo, mos ma hap temën tash doktoresh. Po unë po vazhdoj se është, por kemi qenë studenta, edhe 2 emra mu më kanë pëlqye, emri për vajzë Bubulina, edhe për djallë, ku më thonë, nëse më lindë Piro, se unë Pira i mbjevnin, shokët më thirshin Piro. Edhe babën te me kanë thirë Piro, edhe unë një ku më thonë shpi, nëse më lindë djallë, kom janë gjitë emrin Piro, se s'pa ku e heki këtë dilemën shokët si ta thirë. Edhe ku më thonë, vajzë, nëse më lindë, do t'janë gjesë Bubulina, dhe s'kam qenë, do më thonë, studime, kjo i ka pas, diku 6 vjetë para se me lindë fëmijët. Okej, ke ndajmë në të. Ka lindë vajza, do më thonë e ka pas emrin Bubulina. Kur më ka lindë djali e ka pas emrin Piro. Gabim jem ka qenë që unë nuk i zgjodha 10 emra. I zgjodha vetëm 2. Edhe zotin mi qoj vetëm 2. Po thë që aty o gabimi? Gabim jem që aty. Nuk e di. Okej, mos e bëni këtë gabim. Alla që aty kemi mitë edhe na. Po, e ndjenja çdo kush e di që do të thotë, sidomos ka ardhë koha që unë edhe të bëmë edhe gjysh. Ja, mashallah. Edhe është ndjenja gjyshit ishë pak një nivel ma të lartë se e babës. Dhe me thonë, kur i kam marrë fëmijët e mi, kur mi ka thonë zoti, më ka ardhë kënaqësie madhe, po me përjetue, me tërqenjën teme, me çdo molekull timën, është ardhja njëtë e mbesës time, e Zianës. Ajo kishë dashurin shumë atë madhe, se deri sa fëmijët e mi i kumë dashtë edhe i kumë edukue. Këto nuk po edukoj. Le të edukojnë prindit e vetë, vetëm për edukue, dhe më thonë. Dhe më thonë, okej, 2 fish dashnive. Shumë mirë.